a mundemi me I falë të ravet vetë në shtëpi, e sa vetë duhet me qenë për me I falë? Xhamat, për me qenë xhamat mundesh edhe me 2 vetë. Nuk flasëm për xhuman. Xhuman tjetër, do thënë xhamat, I thonë edhe 2 vetë. Vetë më jesh, po të kesh edhe një tjetër. E tash, pora, preferohet një gjë e tillë, për shembull, nuk preferohet, po duhet të bashkangjitesh. Në përjashtim, xhamati të bashkangjitesh, në përjashtim nëse për shembull kushtet e kërkojnë një gjë të tillë. Shembull, kuptosh? Apo po gratë, kuptohet, ama gratë nuk falen me xhamat. Vetë si sa të falen. Për shembull, do të thotë, janë mbledh shumë gra, edhe ki del imam. I familjes, për shembull. Edhe pse nuk preferohet, ai domethënë, ta bën një gjë të tillë, domethënë, rregullisht e të largohet prej xhamatit që janë kryesor. Pra, mund të bëjë një gjë.